Përshëndetje dhe mirë se erdhët në këtë epizod të ri. Ju që nuk më njihni, nëse është hera e parë që shikoni këtë video, janë disa epizode rreth shtatanisë javë pas jave. Keni edhe epizodet e para, po t'rregoj pra rrugtimin tim të shtatanisë, pjesën personale, po edhe po flas për gjërat që mund t'i ndodhin në përgjithësi të gjitha mamave në pritje. Jemi në muajin e 6, që bie nga java 22, 23 deri në javën 26, 27, varet se e konsideroni. Le të flasim për muajin e 6. Pra, do ta nisim nga java 23, pas javën 22 e kam përfshirë tek video tjetër. Atëherë, nga t'ja nisim. Bebi jon në këtë fazë është pak a shumë 28-30 cm, 30 e pak, kështu thojnë informacionet. Nuk është se është një se çdo fëmijë është i ndryshëm që kështu nuk është precis, gjithmonë e them këtë te video, sepse mamat mund të marrin matet nga ginekologja dhe pastaj gjojnë videon e thonë jo, po fëmia im ndoshta ishte disa centimetra më pak dhe shqetësohen. Po ashtu edhe për peshën, e kemi rreth tek 500 gram bebushin ton, edhe si frut thonë që në javën e 23 mund t'i ngjajë një pjeshkë, pra kemi një pjeshkë të vogël. Javën e 23 mushkrit e bebave tona po fillojnë që të zhvillohen akoma edhe më shumë dhe prodhojnë atë substancën që quhet sufratante, besoj në italisht, në shqip nuk e di eksaktësisht, por prodhojnë një lëndë e cila ndihmon në mos ngjitjen e pulmoneve, e mushkërive, që të kryen procesin e tyre të frymarrjes. Flokët e bebave, në qoftë se ato kanë flok, fillojnë të marrin atë ngjyrën që do kenë në lindje, sepse siç kemi thënë në video më përpara, janë kështu si një push i bardhë si fillim. Edhe dëgjimi i bebave tona tani është zhvilluar dhe ato mund të dëgjojnë zhurma nga jashtë edhe mund të reagojnë edhe në bazë të zhurmave. Pra dëgjojnë një zhurmë, ndoshta një zhurmë të fortë dhe mund të trëmben apo ku e di unë, reagojnë zhurmave. Normalisht nuk është se dëgjojnë zhurmat e qarta, por që dëgjojnë zhurmat, edhe kjo është kind of cute. Lëvizjet tani janë edhe më precize, më të dukshme, edhe ne mamat i ndjejmë më shumë, edhe për sa i përket pjesës së mamave, se gjithmonë prek pjesën çfarë po bën bebi, po me mama çfarë po ndodh pastaj. Me mama ndërkohë ndodh që mund të kenë edhe ato dhimbjet e barkut që janë të shkaktuara nga rritja e mitrës, sepse mitra tani fillon edhe rritet, edhe ato që nuk kanë patur shumë bark në fillim tani fillon edhe ju duket pak bark. Kur është tani e dytë, barku duket akoma edhe më shpejt, kështu ka ndodhur me mua, por besoj që shumë vetave i ndodh kështu. Sidomos ato mamave që janë pak bullafishë si puna ime, ndërsa ato mama që merr me palestër, ato atyre i del çik më vonë, ndoshta, por që tani është pjesa që kemi të baby bump që fillon edhe del, edhe është kind of cute. Unë me zor e kam pritet momenti që më duket barku, që më në fund të duket që jeshta të zale, se është ajo faza që nuk kuptohet, është thjesht tul apo je apo si je. Të cilat për mamat vazhdojnë të jenë të njëjtat. Hidratohuni, lëvizni, që mos rrini nëse nuk keni probleme shëndetësore, nëse keni mundësi që të lëvizni, sepse ndihmon me qarkullimin e gjakut. E them edhe për ato mama që për shembull punojnë në zyrë si puna ime, që kalojnë një kohë shumë të gjatë, një punë ulur, me pak fjalë, që kalojnë shumë kohë ulur, është mirë që të lëvizin her pas here. Është tani duke qenë se thash rritet barku, të keni kujdes për ato strijat, sepse fillojnë bëhen edhe më të dukshme, që kështu hidratoni edhe lëkurën tuaj. Kam treguar në videon më përpara se çfarë përdor, në qoftë se jeni të interesuar që ta dini. Edhe kështu për këtë javën e 23. Tani të kalojmë tek java e 24. Java 24 është kind of special, është javë speciale, të paktën unë kështu e kam parë, sepse gjasat për mbjetesë të bebit nga java 24 janë më të larta. Do të thonë kur ne arrim të javën e 24, shkenca ka përparuar aq sa që të mund të bëjë që një fëmijë 24 javësh të mbijetojë, edhe kjo është wow. Java 24 është shumë e rëndësishme, po ashtu sepse është një javë që truri i fëmijës ka një zhvillim shumë të madh, siç po thoja, kjo mundëson edhe faktin që ka shanse për mbjetesë më të lartë. Tek aplikacioni po lexoja tek informacionet tonte që ka 1000 ligamente, ka 150 artikulacione, ka 33 vertebra tek shtylla kurrizore, do të thonë po fillon e po zhvillohet dita ditës në detaje. Edhe diçka interesante ishte që trupi po fillon e mbushet me atë
pelurian, me atë është një tip pushi që mund ta ketë edhe tek kur lind, edhe jap se fëmijat që lindin prematur për shembull kanë këtë shtresën me një push edhe të zi, po që me shumë push, pastaj ato që lindin më vonë kanë më pak push. Do të thënë po formohet në këtë moment. Në këtë javë, përveç se bebi ka këto zhvillimit, edhe nëna pëson ndryshime, normalisht, sepse janë të lidhura me zhvillimin e bebit. Tani është edhe mua më ka ndodhur në fakt, në këtë periudhë, në këto javë, bebi ka një ritëm gjumi dhe zimi të ndryshëm nga joni, jap se mund të ndodhi që kur shtrihemi në darkë, bebi fillon edhe lëviz. Edhe ne kemi ato netët pa gjumë, pastaj mund të kemi më shumë dhimbje koke, diçka që mund të kemi ato ngërçet. Diçka që këshillohet është që të merret magnezi, për këtë konsultoheni me ginekologun tuaj. Diçka tjetër që ndodh duke filluar nga java 24 është edhe analizat e glukozës, analizat e diabetit, le të themi gestacional. Për mua kjo ka ndodhur pas në janar, po pas vitit të ri, edhe po në janar ka qenë, se tani që po regjistroj nuk jemi në janar, jemi shumë javë më vonë, edhe po, varet se si, dhe duhet flas pak me këtë, kam bërë një reels për në Instagram, por shkurtimisht po e prek këtu. Shikoni tek klinika ku do ta bëni se si ju sugjerohet. Dikur ka pas qenë bërë me kjo lloj analize ka pas qenë bërë esull, pra ti shkoje pa konsumuar vak, ndërsa ka klinika që të kërkojnë që të shkosh me vaktin e konsumuar, dhe kështu ka ndodhur edhe me mua. Më thanë që të haja një mëngjes të lehtë, jo me sheqera, me shumë karbohidrate. Unë hëngra një moll, një kos, s'mbaj mend tani se çfarë hëngra. E keni në Instagram, gjithsesi, ose jeni të interesuara që ta shikoni, aty e kam shpjeguar tamam, pastaj ju japin që të pini një lloj solucioni. Ka goca që thonë që nuk e pi dot, kam më zhdashur që ta vjell pastaj. Për mua nuk ka qenë kaq e tmerrshme, të them drejtën, ndoshta sepse unë jam llupse ëmbëlsirash, nuk e di, por që nuk është një gjë që ke qejf ta pish, por që është e mundshme. Për mua doli mirë, edhe se unë jam një ëmbëlsirë dashëse, nuk kam patur probleme me këtë pjesën e diabetit. Kush ka patur problem me pjesën e tiroides, është mirë që të bëjë dhe një kontroll tjetër, por gjithmonë, sepse bëhet pas javës 20, edhe 20-24 është tamam për ta rikontrolluar edhe një herë nëse keni bërë analizën vetëm në fillim. Edhe diçka tjetër që monitorohet është edhe gjaku, për të parë pak si është hemoglobina, si është hekuri, sepse gjatë shtazanisë shumë vajza pësën rënjët e hekurit, kalojnë në anemi, është diçka normale, sepse bebi merr të gjitha gjërat që i duhen, edhe nëna ja furnizon dhe mbetet vetë pa to. Kjo mund të korrigjohet me ndryshimin e ushqyerjes, duke ngrënë gjëra me më shumë hekur, si legume, mishi, kuq, por duhet edhe ndonjëherë edhe të marrësh suplemente hekuri. Unë me Lelën kam marrë nga fundi shatani suplemente hekuri, ndërsa tani që po flasim që unë jam në muajin e 8, nuk është dashur, ka qenë çdo gjë në rregull. To shikojmë deri nga javët e tjera, sepse edhe unë kam vizitën javën që vjen, edhe nëse do jetë çdo gjë në rregull, okay, nëse përndryshe i bie që të marr hekur. Është e vërtetë që me shtazani me Lelën nuk konsumoja dot asnjë lloj mishi. Ndërsa me këtë shtazaninë e dytë kam konsumuar çdo gjë, edhe se kisha përzierje në trimestrin e parë, merja ato pilulat e mia edhe pastaj haja ushqim. Sa që mendova që o zot deri në fund shtazaninë kush e di sa kilogram do marr, por jo, edhe kjo mund të dukem si buçkë në fytyrë, është normalisht se fillon edhe fryesh, por me kilogramët jemi wow, e habitur nga vetja ime. Është akoma herët për të folur, sepse merren gjithmonë nga fundi, por që deri tani le themi okay. Parentezë kjo. Javën e 24 bebi është po ashtu diku tek 30, mund të jetë 32 cm, diku tek 600-700 gram,
këtu në këtë mes le të themi. Edhe forma mund të krahasohet me një kumbull. Këtë doja t'ju thoja nga java e 24, do kalojmë tek java e 25. Javën e 25, fëmia rritet pak centimetra, në krahasim me javën 24, jemi tek 33, 34 varet centimetra, dhe gjithmonë edhe pesha është diku 700 gram, 780 gram, për nga 800 gram, le të themi. Kemi formën e një dardhe tani, edhe në këtë javë truri vazhdon edhe rritet me hapa prej giganti, edhe të gjithë energjinë tonë, pra gjithë energjia e trupit tonë në këtë periudhë shkon në zhvillimin e trurit të fëmijës. Normalisht edhe zhvillimi në pjesët e tjera të trupit vazhdon. Tani lëvizjet janë edhe më të qarta, fëmia tani ka një lëkurë që është si me rrudha, nëse do të lindte në këtë javë, ka lëkurën si me rrudha që në javët në vazhdim normalisht do të mbushet me graso, tani thjesht është si me rrudha, si një plak i vogël, por sepse nuk ka akumuluar akoma aq shumë graso, por në javën në vazhdim, siç është kur lind, do të jetë i mbushur me graso. Tani është interesante të dim që ne mund të ndjejmë edhe lemzën e bebit. Kur ka lemz, mund ta ndjejmë, lëvizjet mund të dallohen kur janë, nuk e di nëse ju mamat me eksperiencë dalloni, por që kuptohet që është një lëvizje pak si ritmike, si e kupton që është ajo lëvizja që ok, ndoshta ka lemzën tani. Ndërsa për ne mamat, ç'a ndodh për ne mamat? Ne mund të na kthehet energjia, por mund të jemi dhe më të lodhura, sepse pesha në kurrizin ton edhe shtohet, por është muaj ku le të themi që energjia është akoma e mirë. Tani kalojmë tek java 26, te kjo video kemi 2 javë që janë pak speciale, që është java 24, siç e përmenda, sepse është ajo java ku rritet ajo përqindja për mbijetesë, por kemi dhe javën 26, është java e fundit e trimestrit të dytë, pastaj fëmia kalon në trimestrin e tretë me javën e 27, dhe këto ta shohim në video në vazhdim, prandaj tuned. Në këtë pikë të videos po ju kujtoj që të bëni subscribe te kanali, të veni një like për të më mbështetur, dhe pse jo një koment, gjithmonë nëse dëshironi, mua më bëhet qefi dhe kështu më mbështetni. Për javën e 26, po thonim që tani fetusi ka një madhësi prej 34 cm, pak a shumë gjithmonë, peshon diku tek 800 gram, 800 e pak, për tek 900. Madhësia e fetusit e bebit mund të krahasohet me një patate të ëmbël. Bebi po futet në një fazë më pak aktive, për shkak se likuidi amniotik tani po paksohet, ai ka më pak vend tek shtëpiza e vet, edhe që kështu lëvizjet do të jenë më të qarta, do t'i dalloni më mirë, goditë do t'i dalloni, motrat e mia do t'i dalloni, le ta themi kështu. Edhe që tani po ushtrohet dhe ka atë refleksin e thithjes, pra po ushtrohet për gjithënien. Kjo fillon tani në javën e 26. Skeletri vetë është tërësisht i formuar dhe kockat po mineralizohen, le të themi, pra po forcohen. Mamat mund të themi që tani mitra jon pothuajse ka arritur tek krahërori, tek zgabra e krahërorit, edhe frymëmarrja jon mund të bëhet më e shkurtër. Unë e kam këtë, shpeshherë më duket sikur po mbeten pa frymë. Kjo, shqyr zotit, nuk është e rrezikshme për fëmijën, ndodh, është për shkak të rritjes së volumit dhe presionit të gjakut. Duhet thjesht të jemi të kujdesshme që mos të kemi rritje të tensionit, sepse kjo është rritje të tensionit, por gjithashtu edhe fryrje të menjëhershme të, për shembull, të këmbëve, duarve, është për të patur kujdes, sepse kjo është një sëmundje e rrezikshme që quhet preeklamsia. Unë me Lelën kam qenë në rrezik me këtë sëmundje, por shqyr të zotit nuk ishte kjo, unë thjesht isha fryrë sepse ishte vap, nuk e di. Nuk kam patur tension të lartë, përkundrazi e kisha të ulët, por duke qenë se isha fryrë aq shumë, më shtruan në spital përpara kohe, dhe Lela erdhi edhe 5 ditë përpara planifikimit, për shkak të kësaj sëmundjes, e cila është e rrezikshme si për mamin edhe për bebin.
Pra të keni kujdes në qoftë se shikoni që ju rritet tensioni, edhe në qoftë se keni fryrë të menjëhershme. Kaq do thoja për javën e 26. Shihemi në videon e radhës. Uroj që të gjitha mamat që do ta shikojnë këtë video të jenë sa më mirë, të jenë duke përjetuar një shtatani sa më të lehtë. E di që simptomat janë këto që janë, tani e marrim parasysh, i dim këto. Jemi të forta, do t'ja dalim, është një gjë natyrale, edhe po, shihemi në episodin tjetër, edhe ju uroj shumë shëndet, paqim!